Transformimi digjital në sistemin bankar shqiptar po por me rime të ngadalta dhe mangësi të thekuar disa sektor kyç. Raporti mbi transformimin digjital bankar shqiptar evidenton se ndonë se 58.8% e bankave vlerësojnë nivelin e tyre të digitalizimit së lartë, plot 41.9% e konsiderojnë atë vetëm mesatar, çka tregon se procesi mbetet larg një kuadri plotësisht të digitalizuar, por ndaluar në shërbime që bankat po fokusohen më shumë për të përfaqësuar digitalimin janë kryesisht pagesat, teksa 23.78% e bankave deklarojnë një nivel shumë të lartë digitalizimi dhe 49.9% raportuan një nivel më të lartë. Kjo është një linjë zhvillimi globale e digitalizimit, ku në fazat e parë të transformimit bankat i japin përparësi më shumë shërbimeve të pagesave për ofrimin e klientëve dhe komoditetin e tyre. Më pas vijnë shërbimi ndaj klientit dhe më pak e digitalizuar, por tepër kryesore, shërbimet e kredisë dhe menaxhimi i rrezikut. Jo vetëm përgatitja e bankave një faktor ndikues sipas raportit vërtetues është dhe aktiviteti i ulët digital i klientëve, të cilët orientohen më shumë drejt paras fizike. Një ecuri e vërtetuar edhe nga rritja ndjeshme e përdorimit të keshit, e cila deri në nëntor të vitit 2025 arriti në 4.8 milion euro në ekonominë shqiptare, si një tjetër faktor dhe aftësi e ulët teknologjike. Pavarësisht këtyre përparimeve, sfidat të rëndësishme mbeten në vazhdimsi. Një pjesë e madhe e popullsisë shqiptare mbetet e pabankuar ose pa banka për akses të kufizuar në shërbimet financiare digjitale. Për më tepër, hendeku në edukimin digjital si dëshmohet nga nivelet e ulta të kompetencave në transakcione financiare online përbën një pengesë kritike për adoptimin e gjerë, deklaroi Banka e Shqipërisë. Sipas raportit, digitalizimi në sistemin bankar shqiptar mbetet një proces në zhvillim, me përparësi në pagesa dhe operacione, por me vonesa të ndjeshme në kredi dhe menaxhim risku. Edhe Banka Botërore së fundmi ka sugjeruar Shqipërinë në raportet e saj të punojë për heqjen e hendekut të krijuar mes aksesit digital dhe përdorimit të shërbimeve financiare.